fillimisht të flasim për temën kryesore të ditës, pra. Postimi juaj bashkë me Bedri Hamzën dhe ajo që proklamohet si një bashkim. Pra, ky është postimi i Bedri Hamzës, po Fatmir Limaj do ta mbështes Partinë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit dhe jo vetëm. Me Fatmirin na kanë bashkuar vlera, ideale dhe përgjegjësia për vendin. Të njëjtat vlera po na afrojnë dhe po na ribashkojnë sërish sot. Në një moment kur Kosova ka nevojë më shumë se kurrë për bashkim, seriozitet dhe bashkëpunim në interes të qytetarëve. Këto janë vlera që i ndajnë edhe elektorati ynë dhe ai i nismës. Kjo mbështetje është një hap i rëndësishëm drejt një bashkëpunimi afatgjat politik, institucional, qeverisës dhe partijak, për stabilitet, zhvillim dhe një Kosovë më të fortë. E falenderoj mikun tim të vjetër Fatmirin për korrektësinë, mbështetjen dhe gatishmërinë për të bërë pjesë e këtij rrugtimi të përbashkët. Mbështetësve tonë anë e kënd Kosovës dhe në diasporë u a them vetëm një gjë, me 7 qershor bashkë do t'i themi stop krizës dhe do ta ndryshojmë Kosovën. Po më intereson me shtru këtë bisedë. Pra, me ardhur deri te kjo, po fillimisht ishte një përpjekje me 28 dhjetor për bashkimin e nismës me PDK-n. Nuk ndodhi. Kësaj radhe dukej që kishte një entuziazëm shumë të madh. Pra, një mbështetje për njerëzve, personalisht jam çudit. Pra, edhe për kritikëve të juaj, edhe njerëzve që nuk e duan aq shumë Partinë Demokratike të Kosovës, disi dukej më natyrshme një entuziazëm përfshirë edhe brenda struktura, pra zyrtar të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës që dëshironin një bashkim. Fakt çka ndodhi? A ishte ideja për bashkim në listë? Meqense ju keni herë gjatë kësaj kohe, njerëz tjerë kanë folur për ju edhe rreth jush, po ju megjithatë kjo është intervista e parë që e jepni pas gjithë asaj, po them dramet që kulmoi me natën kur u hartuan listat për deputet. Shqipëria kjo është një histori pak më hershme, lejo nisur me kur ka qenë presidenti Thaçi dhe kryetari Veseli. Keni folur atëherë për këtë çështje? Mas me 2017 e pasaj, e posaçërisht është intensifikuar zhvillimet që e sollën gjykatën. Mas për ai lajmërimi për provimi, po prej 2017-s në vazhdimsi. Po prej 2017 keni folur me Thaçin dhe Veselin për mundësinë e bashkimit. Po pra, edhe me një parë konsolidimi i asaj që na ndojmë vlerat e përbashkëta, si shu, ndojmë vlerat e përbashkëta, që ato që janë, që ne krenohemi me to, e që dikush për i bërë në prekam. Vlera që kanë kriju liri dhe shtet. Pëlqej si pëlqej dikuj. Ndojmë vlerat përbashkëta dhe a ka një vazhdimsi. Nga një gjyrat në qërë bashkimet gjithmonë kanë, ose kur do me bo një punë marë mirë, ka pengesa rrugës. Dikun e frikë bashkimi, dikun ka një pengesë bashkimi, që është të ka ndodhë rrugës me vështësi. Po ne s'kemi e këdorë. Kemi besuar që, dhe besojmë që bashkimi, se është çështja e elektoratit, është një elektorati i nismës dhe Partisë Demokratike ndoj vlerat njëjta. Si që ka thonë edhe zoti Hamza, ndihen krenar me ata që ka përfaqësojnë ky elektorat. Është elektorat një bërtham, një brëm. Ndihen krenar që ka përfaqësojnë, ndihen krenar që ka mbështesin, ndihen krenar në historinë e të kalurën që ka përfaqësojnë të dy elektorate. Kështu që kjo pjesë, ka vazhdimisht pjesë e diskutimit poshtë në elektorat, sikur që thatë, u shprehua shumë këto në dy momentet e fundit. Pra ishte e pabesueshme në fakt. Postimet, mbështetja, situatat që u krijuan. Sida që tjetë, është punuar, natyrisht që nuk janë lehta këto rrugë, tani ka pak rrugës të lashe, ka përmendyeshme, ndoshta nuk menaxhohen si duhet, është kaluar ai çka është e rëndësishme, është tash jemi këtu ku jemi. Ka 1 milion arsye, e mbi të gjitha është Kosova. Është 1 milion arsye që ka nevojë njerëz të vullnetit mirë, krenar me të kalurën, fort krenar me të kalurën, jo vetëm me të kalurën që ka sjell lirin anë kënd Kosovës, po krenar edhe me ato që ka përfaqësojnë të ndërtimit institucionale të këtij shteti, që sot ne egzojmë, të bashkohen të forca, të energji, kjo sinergji politike, kjo pikëri politike, me qëllim të shpëtohet çka mund shpëtohet dhe të ndihmohet ky vend. Nëse po themi, po konstatojmë që ato që tha Kosova është keq,
Dhe kjo që ka pëndodhë sot, mas 20 e sa vite ka qenë ndosh me ka nivel tjetër diskutimi, ne po shumë që shteti sot është në durë të njerëzve që s'po din me po shtet. E kanë shtetin e s'po din me bo, me majt, me qeverisë. Imagjinua, ne dikur se kemi pas, se kemi bo. Ta sot e kanë, edhe kanë krejt e kushte tjera, me miliardet e bugjet. Me një konsolidim infrastrukturor, shtetëror, me një infrastrukturë shtetërore, për i matë mira në janë. Qëfar është shteti Kosovës? Ju apo e sheni që apo po që 5-6 vite. Nuk po di me drejtu, nuk po di me menagju shtetin, nuk po di me do drejtim e zgjidhje problemeve. Kështu që, para se gjithash, unë e kam përgjigjur në vazhdimësi, asë mos të fundëshkua fundi që të bashkohemi, ata që mendojmë një, që dojmë lirat njëta, edhe kemi përgjigjur kërkesës që ka arën ato që thatë ju nga qytetarë, nga elektorat i përbashkët, i nismes edhe Partisë Demokratike, njerëzit që me shumë, si me entuziazëm, kanë e presin, me në po bashkët fry, në angazhime politike, dhe natyresht, unë kam dasht edhe sot, e ka qatë objektiv, mi u përgjegjë ati elektorati, të nismes, edhe të Partisë Demokratike që kanë dash bashkimin, që pak a shumë, kënë pak gjgënjyrë, zemër thyër, para 2-3 javë. Pra kur u hartuan listat? Po, u pat një lloj zhgënimi, me thonë që ne jemi këtu, edhe ne i përgjigjëm vullnetit juaj, ne ndëgjojmë vullnetin, dëshirën e juaj, zemrën e juaj, dhe ne kena mi përgjigjë zemrën e juaj, dhe kena mu bashku fort, e fuqishëm. E për thonë që ojnë kam, gjithë. Edhe ata që kanë plente kanë pushu, tanë bashkë, për Kosovën, për ata që na pretë. Bendi më shumë se kur ka nevoj për gjithë më, që të forca më bo bashkë. Si cili në kapacitetin edhe me dha kontributin, me dha ndime. Ne besojmë, kemi dha prova që muna me bashku, mu pajtut pa pajtushme. Ne muna me bashketu me ata që mendojmë ndryshe. Ne muna me bashkëvepru me ata që mendojmë ndryshe. Ne dhe muj me bashkëvris me ata që mendojmë ndryshe. Kështu e kalura jonë në temat nacionale. E hadha ato për sëri. E duhet të ullim e të bisedojmë për temat nacionale. Ato që po ullen sot. Se nuk ka rrugë tjetër për tema nacionale, nuk ka rrugë tjetër. E ka detyrë çdo drejtues politik më ullë me që ka interes Kosovës. Duhet me kalu vetën. Nuk duhet me kalkulu interesin individual. Edhe për interesa subjektive nuk bën me prish projekte të mëdha, të mira për vendin. Siç po ndodh me këta sot që prishin projekte të mëdha, shkojnë në zgjedhje. Për çka, për kur gjë. Kështu që kjo ka qenë temë e diskutimit me... A u preket që su përfshit në listë, apo e këshin do me ndër, për me mbështet për të këtë? E kanë ditë, ne kemi do edhe 28 dhjetor, ti e din që edhe 28 dhjetor ne kemi pas për në me këtë punë. Këtë që kemi do është na që shfuqizohet e maksimalizohet ma shumë beteja. Beteja. Këto është beteja, është betej politike. Betej politike duhet me maksimalizu, duhet me bashku forcen, duhet... Natyrisht në grupe politike ka divergjenca, ka diversitete, ka pajtime, ka mos pajtime. Asë nuk në preshen... A ka grupe kundër jush në PDK, si që është portretizu, si që është thonë, apo bëhet fjallë thjesht për diçka tjetër? Ka kalu një kohë gjatë që ju i kini nda rrugë, edhe bashkimi tash dënë disi kohën e vetë. Këshërë Leo, kjo paka shumë tash opinioni publik, ma shumë këto dhe ditë akon që ka temë. Edhe tash e ka të qartë opinioni publik, çka ka ndodhë dhe si ka ndodhë. Unë nuk du më marrë me atë pjesë, për du më marrë diçka tjetër, çka në afron, e çka në bashkon. Ai elektorat ka tregu çka dën. Për çka jemi ne këtu? Ne jemi këtu me nguj elektorat dëshirën e tyre. Me ju thatë, edhe unë që ashtu kom pas edhe mesazhe private, edhe komunikime private, takime, edhe kështu që kemi pa. Është një elektorat atje që po dëm me po të bashkuar këtë krah, ta njerëz. Përfshirë emrat njërë, përfshirë emrat njërë, po edhe qytetarë, anë nga diaspora, nga çdo pjesë e diasporës, të në Kosovë, ka qenë një, si me thonë, ka qenë një angazhimi i gjithë njerëzve, një shumicë elektorat që kanë pasur shef me po bashkë. Ne duhet gjithmonë. Ata që mirë me politikë duhet me pas një parasysh. Për çka jemi ne këtu? Duhet me ndëgju zërin e elektoratit. Nuk bën me thyë emrat e njerëzve. Kanë ndodhur proceset kalume, ndodhin. Sot ju kemi përgjegjë asaj, edhe thash atë pjesë të editorit ka qenë e bome,
Kemi bisedu me kryetarin e Partisë Demokratike dhe kandidatin për kryeministër. Ja kemi dhënë mbështetjen dhe unë ftoj një elektorat besnik. Elektorati që ka votuar, elektorati nismë është një për elektorat më besnike. Se ka që ashtë vlerat i ka. Në fakt ka dëshmu si do mos zgjedhjet e fundit. Po, tash e do më tjetë. Të gjithë kanë ditë që nisma nuk e kalon progun, e megjithatë ata njerëz kanë dalë, edhe kanë votu, aq sa kanë votu, pra rreth 15.000 vota e kanë votu nismën për Kosovën. E tash merrem me mend, çfarë lojaliteti besnikëri ose sa besojnë, dhe ata të obligojnë, ata njerëz të obligojnë.